Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Disa kohë më përpara, po ta nis një cikël ligjëratash duke bërë tefsirin e ajetit 41 të surës Ar-Rum, ku Allahu subhanahu wa ta'ala në tërheq vëmendjen dhe thot: "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi an-nas", deri në fund të ajetit, që po shfaqet fesadi, prishja, po përhapet prishja, edhe po bëhet e dukshme gjithanej në tokë edhe në det, për shkak të veprave të njerëzve, pra për atë që ata veprojnë. Edhe e kam shpjeguar në disa ligjërata këtë ajet kuranor në xhaminë e Parrucës, por jo vetëm. Edhe më ka ngel një detaj pa u thënë. Kur flasim për fesadin moral, burimet e verifikuara tregojnë se mijëra vetë helmohen çdo vit në Shqipëri për shkak të shpërthimit të epidemive me origjinë ushqimore. Domethënë morali zero. Morali zero. Sa emisione investigative që hedhin dritë për krimin e madh që bëhet nga firma të ndryshme që tregtojnë ushqime të ndryshme me preparate të damshme për jetën e njerëzve. Allahu Azza wa Jall thot, po shfaqet, edhe është shfaq, dhahar, është ashiqare, fesadi. Sipas studimeve, simptomat e SIDA-s, që gati është një smundje që tashmë njerëzit e kanë harru, është bëhe vjetër, apo jo? Ka gjana shumë ma të avancume se sa SIDA. Para 3 ditë po lexoja për një epidemi të re, për një smundje të re edhe më rrezikshme se sa kjo, edhe që askush nuk din me i dhanë zgjidhje, nuk ka shërim. Domethënë shkenca janë sot të papërgatitur për këtë smundje të re, që është në natyrën e SIDA-s. Pra që vjen për shkak të imoralitetit. Morali zero, frika e Zotit zero. Kjo quhet sindroma e imunodeficiencës së fituar. Sindroma e imunodeficiencës së fituar. Është lajmëruar në New York dhe Kaliforni në vitin 1981, për herë të parë. I pari që u godit nga kjo sëmundje ishte një mashkull i devijuar. Domethënë, Allahu subhanahu wa ta'ala her pas here, gjatë rrjedhave të historisë, na tregon se veprime të caktuara dhe sëmundje të caktuara, mendore, e psikologjike, e që lidhen me moralin e shturur të shumë njerëzve, e kanë ndëshkimin e Allahut Azza wa Jall që në pamje të parë. Në momentin e parë që unë e bana këtë lajmërim dhe ju thash që i pari që është godit nga kjo sëmundje është një mashkull kështu, disa për jush umrolt në fytyrë. Pse? Sepse një njeri normal nuk mundet me imagjinu që një njeri, një mashkull apo një femën me deviju në marrëdhënie me një tjetër brenda të njëjtës gjini. Domethënë natyra e pastër dhe e shëndosh njerëzore e refuzon këtë. Allahu Azza wa Jall na tregon në Kur'anin familjar se veprimi, ky lloj veprimi ka një ndër ndëshkimet më të llahtarshme të historisë së njerëzimit. Ndër më të llahtarshmet. Edhe çuditërisht, krejt njerëzimi e din se ku ndodhen vendet që Zoti i ka bë ibret pikërisht për këtë vepër. Dhe në vend që të kishin reflektuar dhe të reflektohej, sot ata janë bë pika turistike. Dhe ka oferta që shumë kushtohet, a shkojmë atje? A shkojmë dhe të lahemi atje në ato ujna? E të marrim nga Balta, ku diun se Rana, ku diun aty në vendeve se është shumë e mirë për fytyrën. Ora Allah Azza wa Jall e ka bën këtë në shkim të frikshëm për me të ruajtur fytyrën. Sot të hajde shkojmë të lahemi në Baltën e asaj se të ndryshon fytyrën. La hawla wala quwwata illa billah. La hawla wala quwwata illa billah. Zyrtarisht kjo sëmundje, AIDS, u njoh edhe u përdor pra si term në vitin 1982, një vjet më parë. Që do të thotë se kur njeriu, të dashurit e mi, lëviz në të kundërt të rrjedhave të natyrës në të cilën e ka kriju dhe e ka pëlqyer Zoti i tij, patjetër që njerëzimi do të dëshmojë prishjen e jetës.
Prishet jeta, sa prishet ekuilibri. Allah Azza wa Jall ka vendosur një rend. Ai ka krijuesi jon, ai din më së miri se ç'na duhet dhe ç'ajo. Në momentin që njeriu e prish këtë rend, prishet ekuilibri. Shumë e thjeshtë. Zani i Amerikës, një media e njohur, lajmëron në 29 janar të 2013 se sipas një raporti të ri, thuaj se gjysma e ushqimit që prodhohet në botë shkon për mbetje. Gjysma e ushqimit që prodhohet në botë shkon për mbetje. Pa ta lexuar Haxhi i Dashtun, e kam pas gjyshin gjallë pas Rahmet. Domethënë në fillim të angazhimit tonë me fen, domethënë diku ka vitin 91, 35 vite më përpara gati. Në një revistë Zani i Nalt, diku ne kishte rujt Rahmetlia atë. Një temë e shkruar nga një prej hoxhallarëve tanë për rëndësinë që ka rujtja e nimeteve të Allahut Azza wa Jall. Edhe rëndësia që duhet t'i jap muslimani mbrojtjes së asaj që Zoti i ka dhënë. Për këtë, në parantezë, na kanë mësuar nana të Rahmet Paqin me e puth kashatën e bukës, nëse e shohim në tokë me e puth, me e vun ballë, mos thaj me e vun një vend se han, ku diun, zogu apo diçka, po me e puth atë, me e vun ballë. Tamam, edhe shemi eduku, edhe ashtu kemi bë. Po pa ta lexuar ty te revista Zani i Nalt, që flitte për damin e madh që ka shpërdorimi i ushqimit. Edhe autori thoshte që fjala bie, ti ke harë një darkë, do të ka tepru paksa për atij ushqimit. Për shumë njerëz e marrin atë ushqimin edhe e tresin. Thotë kjo është kufër. Jo kufri i të dalënit fejet, po kufër në kuptimin real të fjalës, dhe më thanë, mos mirënjohje ndaj Allahut Azza wa Jall. Po që ka një gjëna shumë të madh. Pra Allah Azza wa Jall ta ka dhënë ty këtë nimet. Ti han një kashat dy dhe pastaj e hedh atë në kosh. Allah. Si bre hedh në kosh atë? Ti mundesh me rujt, ti mundesh me e fal, ti mundesh me bë diçka të dobishme atë, me e tret në kosh. Ju kam thënë, kur kemi qenë studenta në Damask, është pa lajmëruar atëherë krijimi i një fondacioni që ekziston edhe sot e kësaj dite. Edhe gjatë periudhës së kësaj luftës së fundit për çlirimin e Sirisë ka ndihmuar shumë familje në nevojë. Cili ka qenë ai? Fondacioni i Hifdhun Ni'ma. Hifdhun Ni'ma. Fondacioni i mbrojtjes së nimeteve. Me e përkthy kështu. Fondacioni i mbrojtjes së mirësive të Allahut Azza wa Jall. Këta shkonin dhe vazhdojnë me e bë këtë punë. Në restorante, në klinika, në farmaci, depo farmaceutike, në spitale, në biznese të ndryshme, edhe flisin me pronarët e aty në bizneseve dhe restoranteve etj etj. Dhe kërkonin për tyne teprica, asgjë tjetër. Teprica, asgjë tjetër. Si me arë fjala bie tek një çka kena këtu afër, zdrukthar. Mobileria, kemi një mobileri këtu afër, edhe me shkute zotnia i dashton, edhe në rrumë, dhe me i thanë, a ka kështu copa, po, zdruktin, a ka copa, ku diun, dërrumë e tjere, po, mi i marrë ato, mi paketu, mi aqve një familje nevoj, mi thanë, urna, me unë zej për këtë dimën, për shembull. Me shku të restoranti, me shku, pse? Me e rujt nimetin e Allahut Azza wa Jall. Çfarë thotë këtu? Çdo vit, bota prodhon rreth 4 miliard ton ushqim. 30 deri në 50% e këtij ushqimi hidhet në mbeturina. Sipas raportit të Institutit Britanik të Inxhinierëve Mekanik. Edhe vazhdon lajmi edhe ka detaje të tjera. Hajde me rreth. La ilaha illallah. Në një media tjetër, në 2017 kam gjetë këtë detaj. Shifrat flasin se rreth 1/3 e ushqimit në botë, 1.3 miliard ton, shkon dëm çdo vit. Shkruan të ekonomist. Ushqime me vlerë rreth 750 miliard dollar hidhen poshtë, tretën. 750 miliard. Në 2022-shin ka një lajm të një prej mediave shqiptare të njoftuna. Viti 2020 shënoi numrin më të ulët të martesave dhe numrin më të lartë të divorceve në 5 vite në Shqipëri. Po flasim për fesadin. Dhe fesadi është në çdo fushë, në çdo sferë të jetës, Tamam? Rreth 17.300 çift e kurorzuan marrëdhënien në martesë, por 4.200 u divorcuan.
Do t'i pyet pse më valla, pse është kaq i madh numri i divorceve. Do tashma po shohim ditë ditës këto lvizjet feministe, që janë një katrahure vërtet, që promovojnë gratë të divorcume që dalin si të ishin heroinat e këtij vendit, me fol për vlerën edhe domethënë anën pozitive të divorcit. Divorci është, po dini çfarë divorci? Gjë e madhe shumë. Si e si me prish familjen. Si e si me nxjerr femrën jashtë natyrës ku Zoti e ka vendosur në jetë. Si e si me e deviju mashkullin nga natyra që Zoti i ka falë në jetë. Prandaj lexojmë aty në tekstet e Fjalabie, në tekstin e Mevludi Sherifit, kur flet për kthen hadithin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, për devijimin e njerëzve edhe ndryshimin e natyrave. Si është ajo? Gratë si trimat e trimat, por si gratë, prishet bota, mushet me fesate diçka kështu? A kështu apo jo? Apo e jetojmë këtë? Apo e shohim këtë? Sipas Insatit, në 100 martesa, 24.4 për tyre e kanë finalizuar me divorc marrëdhënien bashkëtorë. E frikshme për subhanallahu. E frikshme. Pa hyme përmend shkaqet, se edhe përmendja e shkaqeve është frikështume. Është frikështume. Fesadi. Në 23 maj të 2025 lexoj në një prej mediave tona të njoftuna se harta e divorceve në 61 bashki të Shqipërisë tregon ndër të tjera se shkalla më e lartë është në jug. Veriu mbetet më konservator. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Po sa janë numrat e divorceve tek ne? Shumë të mëdha edhe shumë të frikshme. Në anën tjetër të grafikut, Bashkia e Hasit, kjo është pjesë e zonës së Shkodrës, si Myftini, ka numrin më të ulët me vetëm 2.9 divorce për 1000 banor. Elhamdulillah. Elhamdulillah. Kultura tradicionale, familjare, shpjegon divorcet e urta kryesisht në bashkitë e veriut. Që dhe më thanë kultura familjare, tradicionale, dhe më thanë të kenonit konservator edhe rujtja e tabanit fetar. Sa ma besimtar, sa ma musliman, sa ma të kapun pas traditave të babalarve, aq ma të mire kemi jetën. Sa ma të përlym në këto modelet e reja dekadente, që shfaqen si kulmi i zhvillimit dhe qytetërimit, aq ma mrapsht dhe aq ma drejt fesadit shkon realiteti dhe jeta e jonë, me 2 fjalë. Lexoj me 7 mars të 2025 se Portugalia ka një normë divorci tepër të lartë, me 94% të rasteve, 94 nër 100 raste për fillim me divorc. Hajde më inshallah. Kurse në anën tjetër përmendet India me 1%. Pjesa më e madhe e vendeve të zhvilluara kanë një normë divorci rreth 50% të rasteve. Hajde më rrëvesh. Vendet të zhvilluara, mirë po duhet me pyet të zhvilluara në çfarë? Në besim, në humanizëm, në aspektin material, dakord? Në aspektin material, dakord? Po besimi, po feja, po normat e moralit. Pa të lexuar se në çdo 30 sekonda në vendet perëndimore ndodh një krim, qoftë vrasje, grabitje e të ngjashme, pa përmend përdhunimet edhe të ngjashme. Çfarë do të thotë? Se njeriu pa besim edhe njeriu pa fe të dashurit e mi shkon drejt dekadencës edhe drejt shkatërimit, drejt veç shkatërimit. Shkon drejt veç shkatërimit. Edhe shohim pastaj për thirrje të reja për zëvendësimin edhe të rasës njerëzore. Pra, ne jetojmë në tokë, jemi këta që jemi dhe mbrenda llojit ton del dikush edhe ban një thirrje, edhe investon për atë miliarda për ta zëvendësuar njeriu në këtë tokë. Me qa me e zëvendësu? Me robota. Me qa me e zëvendësu? Me inteligencë artificiale. Dhe me thanë, mendjen me cilën të ka veçu Zoti prej të gjitha kreatyrave të kësaj gjithësie, janë duke thanë që largoje, hiqe. Dhe me thanë, shko drejt kafshërimit.
Pra shko edhe bënu kafsh, sa ma tepër, çdo ditë ma tepër bënu kafsh. Edhe më falni për këtë term, po kështu është domethënë. Bënu sa ma shumë kafsh dhe lene jetën tënde në dorë të pajisjeve. Edhe çfarë panol tash ti? Ka shumë prindë që thotë, e shqyqy që ka dalë kjo dhe ajo dhe përmend emra programesh. Pyesim këte, pyesim atë, përkthejmë këtu, përkthejmë atje, kërkojmë këtu, kërkojmë atje. Madje ka një debat shumë interesant për përdorimin e inteligjencës artificiale në përgatitjen e hutbeve të xumas, edhe derseve javore. Dhe me thanë, a mund të shkojmë me këtë logjikë që të ketë një mexhlis të fuqahave të botës, që diskutohet a lejohet me u fal pas një roboti, pas disa viteve, dhe a mund të jetë imami i ardhshëm i kësaj apo asaj një robot me inteligjencë të lartë që e ka mësuar Kur'anin përmendsh, edhe e njeh çdo dialekt prej dialekteve të Kur'anit, edhe është më i saktë se më i miri i imamëve të botës. Por e çash duke ndodhur kështu. Kjo është devijim në shturje, edhe është devijim drejt asaj për cilën flasim dhe tërheqim vëmendjen her pas here. Inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Allah azza wa jalla thotë që shejtani është armiku i juaj. Prandaj konsiderojeni të tillë. Edhe ne themi po për shejtanin e ka marrë mik, ku është ky shejtani? Thajba nuk lexoni që në Kur'an përmenden shayatinul insi wal jin, shejtan të gjindëve edhe të njerëzve. Me ba shejtanin armik, dhe me thanë me u distancu nga çdo ligësi dhe e keqe që prezantohet në rrobën e të mirës, edhe me e përdor çdo aftësi dhe mundësi për zhvillimin e jetës sipas asaj për cilën Allah azza wa jalla është razi. Shpresoj nëse kemi jetë edhe mbarësi dhe bekim ta plotësojmë të xhuman e ardhshme. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina Muhammedin wa alihi walhamdulillahi rabbil alamin.